Mirëmbrëma të gjitha atyre që do na ndjekin në të gjitha rrjetet tona sociale, në Time Media dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Time Media dhe Time Center. Jemi sot në vazhdimsi të nismës ton Talking by Learning and Learning by Talking me një zonjë shumë të suksesshme në fushën e librit. Jemi sot në ditën botërore të librit dhe kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi të ftuar në institucion një mikeshe institucionit që ka bashkëpunuar, na ka ndihmuar dhe na ka mbështetur në të gjitha aktivitetet tona. Vjen sot nga shtëpia votuese Mediaprint, zonja Elda Veda. Suksesi i marketingut të Mediaprint, por pjesë shumë e rëndësishme e asaj çfarë Mediaprint përfaqëson dhe është. Mendimi im personal. Përshëndetje Fation, kënaqësi për mua. Në fakt u bën gati një vit që unë e kisha një ftesë nga ty dhe sot ndoshta në ditën e librit ftesa erdhi më e ngrohtë si vetë dita e librit, sepse libri është ai që na bashkon poezia, arti, piktura, dashuria. Dhe ndihem shumë mirë që ditën e librit të vetëm intervistë që unë pranova ishte intervista me Time Center dhe me ty. Dhe unë ndjehem shumë i vlerësuar. Është shumë kënaqësi që të kemi këtu në Time Center. Paraprakisht unë do të bëj një shpjegim për gjithë ata që do ta ndjekin intervistën se si funksionojnë këto intervista, por përpara se të kaloj ke shpjegimi, ne jemi në ditën e librit, kishim planifikuar që ta nisnim ndryshe intervistën me disa pyetje, por sot mendimi shqiptar, letërsia shqiptare, bota e intelektualizmit shqiptar ka humbur një mendje shumë të madhe, ka humbur të fundin e mojkanëve, siç po diskutonin bashkë. Sot kemi humbur Recep Qosen. Më vjen gjithmonë kur humbin figura të mëdha një shprehje e një prej pedagogëve, gjatorëve të mësimit që e thoshte në Fakultetin e Gjuhë Letërsisë në Universitetin e Tiranës, kur humbim mendje dhe njerëz të tillë, jemi më të mirë. Sot jemi më të mirë. Dua t'i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së akademikut Recep Qose dhe të gjithë atyre që e dashurojnë librin dhe mendimin intelektual shqiptar. Sot jemi më të mirë, ai është ndarë nga ne vetëm fizikisht. Pak minuta më përpara, nipi i tij ka zbuluar dhe testamentin e tij, një porosi që ai ka lënë për të mbetur i thjesht deri në fund. Duhet të themi vetëm faleminderit për gjithë veprën dhe për atë që ai dha. Ngushëllime gjithë familjarëve dhe do të respektojmë vendimin e tyre. Vendimin e tyre dhe porosinë e tij, duke thënë vetëm ngushëllime. Ngushëllime në fakt për kolosin e fundit të letrave shqipe, do shtoja unë. Mendoj që ai ishte kolosi i fundit. Dhe sot gjithë shqiptaria ndihet më e mirë, por më e pasur me veprën e tij. Jemi më të mirë por jemi më të pasur, sepse siç e thash, është ndarë vetëm fizikisht. Edhe një ngushëllime familjes dhe të gjithë shqiptarëve kudo ku janë. Për të kaluar tek intervista dhe për të bërë një shpjegim se si janë. Këto formula bazohen tek shprehja ajo që shikoj është ajo që unë mësoj. Nuk ka pyetje të shëmtuara, nuk ka pyetje të gabuara, kemi një parim, por ka përgjigje të gabuara. Unë do t'i bëj të gjitha pyetjet, do të bëj avokatin e djallit në të gjitha drejtimet, sepse këto intervista bëhen për të gjithë, përfshirë të gjitha kategoritë e institucionit, nga komuniteti i prindërve, studentëve, nxënësve dhe më radhë. Kështu që për ndonjë pyetje të gabuar, ke të drejtë të mos përgjigjesh. Nuk ka pyetje të gabuara. Të falenderoj që e pranove dhe këtë fakt. Tani unë do të tras Elda sepse bashkë jemi miq. Elda është një zonjë për të admiruar në të gjitha drejtimet. Është modeste, është e zonja dhe do të zbulojmë pas pak të gjithë profilin e saj. Nis me pyetjen e parë. Kush është Elda Veda? Atëre unë jam një vajzë e ardhur nga një provincë e vogël e Shqipërisë tonë, me një origjinë në fakt shumë, do thosha, simëtare. Unë jam përmetare nga të dy prindrit dhe kjo është krenaria ime më e madhe, sepse mendoj që unë vi nga toka e frashëllinjve, ata që realisht me rilindjen e tyre dhe me veprat e tyre na kanë lënë kaq shumë sot. Kam studiuar për ekonomik, duke qenë që letërsia dhe pse ishte pasioni im në vitet që unë kam studiuar, ishte një degme të cilën në thonjza nuk ka e buk dhe i matë shumë vizionar, më drejton dhe më orienton me të drejtë ekonomikut. Punoj disa vite si ekonomiste, por asnjëherë nuk e kam dashur.
Në një nga bizneset ku kam punuar, aty njofa dhe bashkëshortin tim në një shtypshkronjë dhe pastaj vendosëm bashkë me një mikun e tij të hapim një shtypshkronjë. Do kalojmë si erdhi mendja printi. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime ka qenë shumë e lumtur, edhe nëse jeta do kthehet mbrapsht, unë do ta jetoj përsëri atë fëmijërinë time, nuk e them as për nota nostalgjie, as sepse jam ndonjë idhëtare e kohës komunizmit. Kohën e komunizmit e dënoj dhe madje dënoj prindrit e mi, mësuesit e mi, veçanërisht mësuesit e historisë, të cilët nuk ma kanë treguar historinë siç duhet. Dhe unë kam një revoltë jashtëzakonshme për këtë gjë, që historia mua nuk më është treguar siç duhet. Por për të ndenjur te fëmijëria, unë kam pasur një fëmijëri si gjithë moshatarët, me pak por shumë të lumtur. Verën e kaloja gjithmonë te gjyshet e mia në fshat dhe mendoj që ato me durimin e tyre, me dashurinë, por dhe me një fjalor shumë të pasur leksikor të shqipjes së vjetër, por jo të turqizmave, më kanë pasuruar shumë gjuhën, me proverba, me metafora, me krahasime. Mendoj që një pjesë të rëndësishme të formimit tim e ka pasur gjyshja nga IMM, duke qenë që prindrit e mi, sidomos i madh gati 6 muaj, ishte i larguar nga banesa për shkak të punës së tij si ushtarak, ndërsa nëna kishte 3 fëmijë për të rritur dhe imagjinoje se sa pak kohë mbetej për të edukuar. Dhe mendoj që vera ishte një bibliotekë për mua, që nga fjalori i gjysheve dhe të librat që unë gjeja në bibliotekën e dajes tim. Më kanë formësuar shumë, mendoj, në fëmijërinë time muajt që unë kam ndenjur në fshat. Mendoj që fshati më ka pasuruar shpirtërisht më shumë se qyteti. E bukur kjo, fshati ka pasuruar më shumë se qyteti. Kujtimi më i bukur? Nga gjithë jeta apo nga fëmijëria? Nga fëmijëria, jemi akoma ke fëmijëria. Sinqerisht, duke qenë që kam qenë shumë e dhënë pas mësimeve, do ta lidh patjetër me mësimin, është kur në festën e abetares më është besuar, pa modestisht të them që unë kam pas recituar shumë mirë dhe më është dhënë roli kryesor që ishte roli partisë në festën e abetares. Unë kam qenë partia. Si ka qenë ose kush ka qenë ngacmimi jot i parë me librin? Po, ngacmimi i parë me librin kanë qenë prallat e vëllezërve Grimm. I kam marrë, kam qenë e vogël, mami me simi kishte siguruar në një fshat ku punonte si arsimtare dhe aty mezi e gjeti të libër se në qytet ishte shumë e vështirë, duhet të baje radha të dilje e kurosur dhe të dilje nga radha i pa e kurosur dhe inshallah arrije të merrje librin. Ishte një libër me kapak të bardhë, mate, mbaj mend si tani, dhe kishte disa ilustrime, brenda pastaj fatkeqësisht nuk kishte ilustrime fare. Dhe unë i lexoja dhe kthehesha te kapaku, e shikoja kapakun, vazhdoja të lexoja dhe kam ndenjur te minderi, siç kemi të gjithë në kohën e nderit tek ato anekset e vogla, nga momenti që mami ka thënë në orën 3 deri mendoj sa është errur ora 10-11 e natës. Pra vëllezërit Grimm renditësit nga fëmijëria, pastaj kam qenë idhëtare, që e vogël idhëtare biografive. Unë kam lexuar shumë e vogël biografi të njerëzve që ndoshta shumica e njerëzve i kanë lexuar në moshë madhore. Për shkak të punës tani unë nuk lexoj më biografi, sepse lexoj ato romane që mua më vijnë, por nëse mua do të më lihet të lirë, unë do të lexoja biografi. Mendoj që gjithmonë nga biografitë njerëzit mësojnë. Biografitë janë një linjë shumë interesante që dhe mua më pëlqen shumë. Njëri nga politikanët tonë shumë të njohur ose me ndikim në politikë, Dr. Sali Berisha ka thënë një shprehje për biografitë, që biografitë i kanë rezultuar gjithmonë gënjeshtra. Si kanë rezultuar biografitë? Unë disa biografi kam lënë, nuk pëlqej biografitë e shoqërosura. Unë pëlqej biografitë dhe nuk e di, kam një lloj shqisje që arrit ta dalloj kur personi, sidomos kur janë autobiografi, është i vërtetë. Ndoshta shqisa ime, intuita ime mund të më gaboj, por mendoj që nuk më ka gabuar. 2-3 biografi unë i kam lënë për gjysmë sepse nuk më pëlqejnë biografitë ku njeriu nuk gjen veten. Njeriu duhet të gjejë, siç thot Sofia Loren, më mirë ta eksplorojmë jetën dhe të gabojmë në të, sesa të ruhemi se mos gabojmë dhe mos ta njohim jetën fare. Prandaj mua më kanë pëlqyer gjithmonë biografitë e njerëzve të gabueshëm. Njerëz që kanë marrë vendime ndoshta dhe fatale për jetën e tyre, për fatet e kombit. Patjetër që në tërësinë e historisë kjo gjë nuk është e mirë,
por kjo tregon që të gjithë në fund të ditës jemi njerëzor. Dhe këto lloj biografish më kanë pëlqyer në përgjithësi. Të ngacmoj pakun. Tani të kanë pëlqyer biografitë e njerëzve të gabueshëm, po si ka qenë adoleshenca jote? Sepse nuk ke gabuar në adoleshencë, apo sepse ke dashur të mësosh nga gabimet e njerëzve të gabueshëm? Një shprehje thotë që njeriu mëson nga një gabim vetëm kur e mëson nga vetja, jo nga të tjerët. Kështu që unë nuk mendoj asnjëherë që njeriu mëson nga gabimet e tjerëve. Mund të reflektoj, por ajo që i futet thellë në ashtën e shpirtit dhe që mëson është vetëm kur e provon në shpinë. Si ka qenë adoleshenca jote? Ka qenë një adoleshencë shumë e matur, sepse ne ishim të programuar se ata spionët rusë të vegjël, të cilët mësonin që në klasën fillore anglishtën, sepse ata do katapultoheshin, do shkonin si spion në Amerikë. Dhe neve që të vegjël na futej në frym që duhet vazhdojmë patjetër shkollën e lartë. Domethënë shkolla e lartë ishte gjithçka për ne. Sepse edhe qytetet ishte shumë të vogla, pas viteve 90 u prishën gjithçka, industria, çdo gjë, kështu që shkolla e lartë shikohej si një arratisje. Tirana ishte një mundësi shumë e madhe. Atëherë dhe unë nuk ja leja vetes të gaboja, sepse e doja me çdo kusht shkollën e lartë, me çdo kusht. E ke kërkuar gjithmonë? Gjithmonë. Jo vetëm unë, po për të ndjerë më e lirë apo për të ndjerë më mirë ekonomikisht? Për të ndjerë më i lirë. Unë mendoj që liria është gjë më e madhe që njeriu ka. Ndonjëherë ne mendojmë që paraja është ajo për cilën ne luftojmë, por në fakt unë mendoj që paraja është mjeti i cili t'i jep lirinë. Shumë e bukur dhe kjo. Kur e shef me syrin e sotshëm, e ke parë? Po. Pra ke parë dy sistemet, dhe një sistem të izoluar dhe sistemin, po quajmë sistemin demokratik. Çfarë pendesash ke nga adoleshenca? Do doja që do doja ti kishe bërë ndryshe. Do doja që prindrit e mi, do doja që prindrit e mi të kishin prindëruar, pavarësisht se si thot nëna ime, unë prind, tamam më bëra me fëmijën e tretë, thot. Prindët e mi do doja të kishin prindëruar më mirë, mos të na thoshin flini se do rriteni, po të na thoshin çoni dhe kapni ëndrat tuaja. Do thënë, do doja të isha pak më luftarake, më arriviste, gjithmonë kam qenë dhe jam në garë vetëm me veten time, në askën tjetër, dhe duhet të mendoj që ndjesinë e ambicjes duhet na kishin futur më shumë. Prindrit tanë mendoj që kanë qenë pak të paqët. Duhet ishin më luftarak ndaj nesh. Kanë qenë më idealist. Idealist ndoshta. Ty ta bëri kapitalizmi ta kuptosh këtë, konkurenca të rregut, që ata kanë qenë më idealist? Ma bëri Tirana. Në Tiranë unë ndesha siç ndeshet një emigrant, kur ikën jashtë, ndeshet me bullizëm. Edhe unë këtu kam përjetuar bullizëm, kam përjetuar diskriminim. Dhe atëherë unë i thash vetes, do luftoj me të gjitha forcat që të tregoj që dhe ne që vim nga rrethet, dim t'ja dalim, dim të vim me një bagazh kulturor, sa ndonjëherë mendoj që bagazhi kulturor që rrethet kam pasur, ndoshta ndonjëherë ka qenë edhe më i madh, sepse rrethet atëherë kur juan me intelektual, Fieri për shembull, apo Vlora me aviacionin, Kuçova ku kam jetuar unë me inxhinierat e naftës dhe me aviacionin, më thënë një pjesë shumë e madhe e intelektualëve të shqiptarë ishin prapur në rrethe, dhe dukej në fakt se ku vetëm Tirana ishte ajo që përfaqësonte intelektualizmin shqiptar, por në fakt intelektual kishte kudo. Bota kapitaliste. Ndodh edhe sot kjo. Kur ti merresh me librin, lexon, edukohesh me një tjetër frym, je pak më idealist. Shpesh unë e përdor këtë me një shprehje, me fëmijët, ndonjëherë do doja të isha si ata. Sepse kur ti del pasaj në jetën e vërtet, kupton që librat pas kanë gënjur. Pra, e thënë kjo, jo për ta keq kuptuar këtë pjesën librat gënjejnë, është një shprehje që ai besonte shumë ke librat, po kur dolin në jetë, kuptoi që librat gënjenin. Pse ndodh kjo? Që ti kur del në jetë, kupton që jeta është xhungël, është ndryshe nga ajo e librave. Dhe pastaj vjen një fazë tjetër, besoj do ta kish kaluar dhe ti këtë fazën, vjen pastaj një fazë tjetër pas rebelizmit,
ku i kthehesh prap librave dhe thuaj jo se qetësia që nga ke librat, nuk e dua këtë xhunglën E e kuptoj. jashtme. Unë Por kur del në xhungël, ke dy rrugë, o do bëhesh luan, o do shtypesh me këmbë. Unë mendoj që njeriu në radh parë duhet të ketë një shpirt praktik. Nëse një njeri ka një shpirt praktik, i cilin do t'ia ushqejë gjithmonë vetes që ta ketë, sepse ka momente që ai shpirti praktik arratiset nga ty, dhe romantizmi dhe idealizmi kërkojnë të zënë më shumë vend aty, sesa prakticiteti, ti gjithmonë do vuash sindromën e të qenurit vajza apo djali i librave. Unë i kam lexuar librat gjithmonë, por librat asnjëherë nuk më kanë skllavëruar mua. Domethënë, kam ditur të vendos një balancë. I vetmi libër që kur e kam zbuluar ka qenë sikur kam zbuluar Amerikën, si Amerigo Vespucci, ka qenë Zvajgu, tregimet e Zvajgut i dua shumë, sidomos 24 orë nga jeta e një gruaje. Më bëri të reflektoj shumë për dashurinë, për jetën, dashurinë platonike, për brengat, a ja vlen njeriu të përjetoj dhimbjet e dashurisë apo duhet i rri dashurisë larg. Dhe vendosa, mora një mësim shumë të fortë aty që njeriu duhet të provojë, por nuk duhet të jetë shumë ndërrimtar si librat. Domethënë duhet të gjejë një të mesme të artë. Ta përdori librin në të mirën e vet, por libri mos të arrijë të krijojë aq trysni në shpirtin dhe në qendrin tënde sa të sklavërojë, sa ti të jetosh në një botë paralele. Domethënë duhet të kesh aftësinë që të lexosh librin, të jetosh me librin një javë, 2 javë, varet sa i rënd ka qenë libri. Unë ka pas raste që kam jetuar dhe 1 muaj me një libër dhe nuk arrija dot të lexoja një libër tjetër, por të dish të dalësh që aty nga bota ndërrimtare. Kur e kam lexuar Zvajgun, kam bërë dhe unë shumë pyetje vetes, po duhet dëgjoj më shumë zemrën apo mendjen? Po kam përshtypjen që Se besoj 24 orë nga jeta e një gruaje, shumë pyetje të ngjashme mund t'ja kemi bërë vetes, po unë ja kam bërë si mashkull, se s'më ky termi femër, ti mund t'ja kesh bërë si zonja apo zonjush. Kam përshtypjen që shpesh herë truri e merr zemrën për dorë. Por ka shumë raste dhe më të shumta që është zemra që e merr trurin për dorë. Dhe këtë duhet dëgjoj? Mendoj që duhet dëgjojmë trurin. Duhet dëgjojmë trurin. Po. E bukur kjo, e thënë nga një zonjë edhe zonjush. Çfarë dashuria të çon vetëm në vuajtje? Aq sa Nietzsche, unë e dua shumë Nietzsche, ka thënë një shprehje shumë të bukur. Asnjëherë nuk jemi më të pambrojtur nga dhimbja se sa kur duam. Tani është bukur të dashurojmë apo jo? Mendoj që dhimbja e dashurisë është shumë e thellë. Dhe pastaj është baraspesha e njeriu i cili vendos në balancë dhimbjet e dashurisë dhe atë çka merr në momentin kur përjeton një dashuri, një pasion, një puthje, një përqafim. Është individi ai që zgjedh, ai duhet të vendosë një balancë. Ndryshon kjo me kohë, më vjen ndërmend ajo shpreha që i thot tek dashuria në kohët e kolerës, që i thon Florentino Arizës, i thot ema vet, vuaj tani në këtë moshë çfarë ke për të vuar. Mbasi e kupton që ai kishte rënë dashuri, ato dyshonin për kolerën dhe e thot me një thënie që edhe pse je zonjë unë do ta them, thot tëmën paska të njëjtat simptoma si kolera dhe i thot birim vuaj tani në këtë moshë çfarë ke për të vuajtur. Tani a ndryshon koncepti i të parit të dashurisë me kalimin e moshës? Unë do thosha një shprehje të shkurtër të Pirandellos, është novelist Luigi Pirandello, ai thot dashuria ju fshe një ditë kohës dhe u fshe dhe u arratis për mos të ardhur më. Por ajo nuk rezistoi dot as 24 orë dhe doli. Koha vdiq, po dashuria mbijetoi. Dakor. Kalojmë tek suksesi. Doja ta lidhja me faktin që dashuria ekziston në çdo lloj moshe. Patjetër. Tani suksesi Mediaprint. Si erdhi Mediaprint dhe aty ku ndërpreva? Atëherë, para 20 vitesh, dy djem vizionarë, Elvis Themeli dhe Zamir Vela, vendosin që të hapin bashkë një shtypshkronjë. Kjo shtypshkronjë u hap para 20 vjetësh, të dy ishin djem që njihnin mirë shtypin, të dy janë specialistë të shtypit, qoftë të shtypit të shesh, qoftë të shtypit rotativ,
vendosën të hapin media printin si fillim si shtypshkronjë, dhe pastaj me kalimin e kohës filluan me shtëpinë botuese, filluan kryesisht me libra shkollor, më vonë pasi u konsoliduan te libri shkollor, vendosën të hapin dhe redaksinë e librit për fëmijë. Ne kemi tani tradit gati 18 vjeçare që kemi shumë tituj për fëmijë, prindrit blejnë gjithmonë për fëmijët, ata janë të pakursyer dhe kemi gati një 5-6 vjet që jemi futur edhe librit artistik për të rritur. Pak me vonesë, me thënë të drejtën, në këtë fushë, sepse kërkon impenjim, kërkon shumë kohë, ndërkohë që të mbash si të thuash, tre stade të ndara që janë libri shkollor, libri për fëmijë dhe libri artistik për të rritur është pak e vështirë. Krenaria jo nuk është vetëm shtëpia botuese, por edhe shtypshkronja. Më lejoni pa modestisht të them që ne jemi një ndër 3 shtypshkronjat më të mëdha. Kemi goxha kapacitet investuar, jo vetëm në vlera monetare, por mendoj edhe në makineri të cilat koha i kërkon. Mendoj që botojmë me cilësi, jemi ndër botuesit që botojmë me cilësi për shkak që individët që drejtojnë fabrikën janë njerëz që e njohin shumë mirë shtypin, do të thosha deri në çdo qelizë të saj. Sa vështirë është merresh me librin? Me librin në Shqipëri dhe me librin në tërësi? Është shumë e vështirë, industria në përgjithësi është bërë shumë e vështirë. Sot është shumë e vështirë të gjesh një punëtor i cili pret në thikë, është shumë e vështirë të gjesh një makinist i cili do të drejtojë një makineri, është shumë e vështirë të gjesh një grua e cila do të punojë në sektorin e agregatit ose libërlidhjes që i themi ne. Industria është bërë shumë e vështirë, sepse industria në përgjithësi karakterizohet si diçka e rëndë, dhe rinia shqiptare padyshim që nuk do që të punojë në industri të rëndë, kryesisht zgjedh shërbimin, gjëra pak më të thjeshta, dhe për ne çdo ditë po bëhet më e vështirë. Ajsa tani kemi investuar në një makineri të re dhe mendojmë që punojësit për këtë makineri ti marrim nga jashtë, ndoshta nga India apo nga Pakistani. Është problem që e gjen kudo. Është problem që e gjen kudo. Është problem që po e vuan tregu shqiptar. Po leximi është në krizë dhe pse është në krizë? Dua një mendim edhe si profesioniste, edhe si lexuese, edhe si njeri i thjeshtë. Leximi në tërësi nuk do të thoja që është në krizë, ka një pjesë njerëzish që vazhdojnë të lexojnë. Problemi është që nuk po ka lexues të rinj. Unë shikoj që kur nxjerr një artikull, një roman të ri në Adrion, i blihet menjëherë, e njëjta sasi blihet për çdo roman të ri. Pastaj stopon, shitet 2, 3, 5 mesatarisht çdo muaj. Kjo tregon që lexuesit e vjetër, besnikët, në përgjithësi të leximit, e blejnë librin, e duan dhe e lexojnë. E blejnë dhe e lexojnë. Nuk ka lexues të rinj, domethënë unë nuk shoh nga viti në vit që këto shifra të rriten. Mendoj që ka 2 lloj lexuesh, lexues që lexojnë dhe janë shumë të impenjuar, nënvizojnë, marrin pjesë në klube libri, dhe lexues komercial të cilët thjesht njerëzit kanë kuptuar më në fund, po deri këtu ka arritur kuptimi, nuk po shkon dot më tutje, që të jesh njeri lexuar është diçka e veçantë, është diçka që të bën ty në shoqëri më impaktues, të bën që shoqëria të shikojë me një sy tjetër. Pra njerëzit kanë filluar ta kuptojnë rëndësinë e leximit. Para ca vitesh nuk e kuptonin, e braktisën fare. Mendoj që tani është rikthyer, por çështja është që sa realisht lexojnë, sepse në përpanajire blihet shumë, por nuk e di sa lexohet shumë. Ndërsa lexuesi besnik është ai që lexon gjithmonë, por nuk po rritet, nuk po ka lexues të rinj. Mendoj që libri po kalon sfida të vështira, tani isha edhe në panajirin e librit në Bologna, dhe në përgjithësi u përpoqja edhe aty të flas me përfaqësues të shtëpive botuese të ndryshme, nëse shteti atje subvenciononte diçka, ose nëse se kishte një orë letrare çdo të premte. Unë mendoj që ne mund ta nxisim dëshirën për lexim, edhe me politika shumë të vogla, të cilat nuk kërkojnë zero buxhet. Po, sepse nuk është buxheti gjithçka. Nuk është buxheti, është dëshira, është pasioni. Është dëshira, është pasioni. Është dëshira dhe është pasioni. Sa po e dëmton inteligjenca artificiale? A ke frikë të inteligjencën artificiale? Po, inteligjenca artificiale po e dëmton shumë, jo vetëm librin, por gjithçka, sepse
Inteligjenca artificiale, profesore Temruka ka bërë një libër, Trurit e mendja, kur ai shprehet që inteligjenca artificiale duhet të jetë një konglomerat, thot, ose ndryshe një plotësues i mendjes njerëzore dhe nuk duhet kurrësi ta konkurojë atë. Mbaj mend që kur u shpik ChatGPT-ja, shumë persona në atë kohë në Angli shikonin bënin këto testet e patentës dhe në fakt ChatGPT-ja u zgjodh në atë moment që ata të testonin veten sa mirë i kishin mësuar përgjigjet e pyetjeve që do bënin në provimin e patentës. Ndërkohë që ata çfarë bën? Morën të gjithë materialet, i pan, nuk i mësuan dhe i thanë ChatGPT-s, ju lutem na nxirrni materialet që duhet mësojmë për patentën të gjitha, ku në fakt ajo nuk ishte bërë për të mësuar ti komplet teorinë e patentës, por ishte bërë për të ballafaquar, pra për të ballafaquar njohuritë që ti ke mësuar me ChatGPT-n. A mund të jemi Harari e thot shumë bukur, domethënë budalliku njerëzor, a mund të shkoj deri në atë nivele sa ta dim që kjo gjë ne na shkatëron, tenton të na shkatërrojë dhe ne të vazhdojmë ta zhvillojmë? Për aq kohë sa kur u shpik ChatGPT-ja, kjo e thënë nga podcastet e Steven Bartlett, të cilin unë ndjek shumë, nuk u morën në konsiderat grupet e interesit që ishin neuroshkencëtarët, neurologët, as kur u hap Instagrami, Facebooku, Twitteri, aq më tepër ChatGPT-ja, duhet ishin marrë disa njerëz dhe duhet, si thua, të ishin ulur në një tryezë grupet e interesit dhe të shikonin të mirat dhe benefitet që këto do të sillnin, sepse në fakt kur u hap Instagrami dhe Facebooku, ne menduam që ai do na afronte më shumë me njerëzit, po teorikisht ai na ka larguar më shumë. Duket në pamje të parë se kur Facebooku ne na ka afruar me njerëzit, po në fakt ne na ka bërë më individualist. Ne jemi ballë për ballë njëri tjetrit dhe ne përtojmë të flasim, ndërkohë që ne mund të shkruajmë dhe të shprehim ndjenja dhe dashuri njëri tjetrit më mirë në Facebook se sa në një kafe. Rinia sot të shprehurin do thosha e ka aritmetikisht 0. Flasim pak për zonjat dhe zonjushat, se je një zonjë e suksesshme. Sa ja bëj, dhe kam dëshirë që këtë pyetje t'ja bëj çdo zonjë të suksesshme. Sa vështirë është të jesh nën, të jesh grua dhe të jesh e suksesshme në Shqipëri? Është shumë e vështirë, do përsëris atë që kam thënë edhe dikur, gruaja shqiptare është shërbëtore në shtëpi dhe zonjë në rrugë. Është shumë e vështirë që gruaja shqiptare t'i ketë këto dyja këto gjëra. Unë jam e lumtur që me lirinë time asnjëherë nuk kam bërë kompromis, as në familjen e prindërve, as në familjen bashkëshortore. Liria në kuptimin e mirë më është dhënë dhe mendoj që një grua, nëse është e lirë, është edhe suksesshme. E parë në syrin tënd, çfarë të bën një grua të lirë? Një grua Çfarë është liria po, për ty? Liria është krahët, liria është motiv, liria është energji, liria është ajo që të frymëzon. Nëse ti do të jesh si një zog në kafaz, atëherë edhe energjia jote do të shteret shumë shpejt, edhe botkuptimi jote do të jetë shumë i vogël sepse ti nuk ke mundësi të marrësh krah dhe të shikosh. Por gjithmonë liria duhet dhënë në një moshë kur të vogël, mendoj që duhet dhënë me pikatore. Çfarë të bën një grua të lirë? Çfarë të bën një grua të lirë? Një grua të lirë të bën që ti në mes të 4 burrave të thuash pa kompleks mendimin tënd. Si arrihet kjo? Për ato që duan të mësojnë. Duke studiuar, sepse ti patjetër që përgjigje do japësh një përgjigje ose do hapësh një bisedë, po ti do presësh edhe feedback mbrapa nga meshkujt. Që ti të arrish të përballosh tavolina meshkujsh, jo se ata janë më të zgjuar, por ata janë më egocentrik, patjetër që duhet të jesh një grua e lexuar. Domethënë pa pasur armën e leximit dhe të njohurive bazike, më mirë të heshtësh. Kush është ajo këshilla që do jepje të gjitha zonjushave që po të dëgjojnë sot? Tani unë jam shumë e mbi vlerësuar në këtë moment ndaj teje, kështu që nuk e di, e kam pak të vështirë, sepse nuk jam njëri që jap leksione në përgjithësi. Jo, nuk ka receta. Nuk ka receta. Je një grua e lirë.
Po, jam një grua e Dhe lirë. mund të ketë shumë zonjusha që duan të jenë të lira. Varet se konceptojnë Të lirin. ndjekin ëndrrën e tyre dhe kur të jenë të suksesshme, suksesin, siç thot një shprehje që unë e pëlqej shumë e Balzakut, suksesin dhe lavdin kur të arrin, inshallah e arrin të gjitha gratë ëndrat e tyre dhe bëhen të suksesshme, ta pinë me pikatore, sepse suksesi është një helm dhe lavdia që duhet pirë me pikatore. Të jenë gjithmonë me këmbë në tokë. Një këshill për të gjithë prindërit. Si prind. Si prind, duhet të harxojmë sa më shumë kohë cilësore me fëmijët. Është një kohë e artë e cila nuk kthehet asnjëherë brapa. Një gabim që bëjnë prindërit sot. Unë nuk jam Nuk ka receta. Ne japim një mendim, unë dua një mendim. nuk jam trajnere prindërimi dhe pse kam bërë një libër prindërimi, si të rrisin fëmijë të lumtur, patjetër sot një fëmijë lexon kur shikon një prind që lexon dhe një fëmijë rri më pak në telefon kur shikon një fëmijë që rri një fëmijë rri më pak në telefon kur shikon një prind që rri më pak në telefon. Sa më shumë kohë cilësore me fëmijët. Kush janë botimet më të suksesshme ose më të veçanta të Mediaprintit që do doje ti reklamoje ose që ti i ke për zemër? Po, është seria e Nikolasit, një seri franceze në fakt që ka vite, Nikolasi i vogël, Nikolasi i vogël me pushime, Nikolasi i vogël në telashe, është një seri goxha interesante, e cila ka pasur shumë sukses në Francë dhe vazhdon të ketë sukses. Edhe sot e kësaj dite, vajza që don të shtonte librat, është një libër i cili ka vite që ne e kemi dhe mendoj që është një libër i suksesshëm. Ne tani kemi hyrë edhe në letërsinë shqipe, unë jam një promotore fuqishme e autorëve shqiptar, promovoj ata dhe mendoj që kemi autorë të mirë shqiptar, të cilët shkruajnë mirë. Tani kemi hapur dhe librin letërsinë artistike klasike, kemi marrë disa klasik të mirë, mendoj, siç janë Ke nxjerrë ca botime të bukura që unë kam marrë kohë të fundit. Lulet e Mollës, mendoj që është një klasik që duhet në çdo kohë, Margaritari, i cili ka një fabull shumë të bukur për Paran. Gjyshja ime thoshte kush ka tamam nuk ka as atë që ka. Dhe ai gjuetari i Gjevahireve aty ose i Margaritarëve realisht nuk arriti ta gëzoj atë që fitoi. Edhe shumë klasik të tjerë që kemi nxjerr, Virginia Woolf që për mua është si Simone de Beauvoir, i dua shumë të dyja këto gra, jo në kuptimin e feminizmit, sepse ndonjëherë duket sikur feminizmi është thjesht kundra burrave. Nuk ka lidhje me këtë. Keq kuptohet shpesh. Keq kuptohet shpesh. Po është si se de Beauvoir ka pasur ca shprehje shumë të forta. Ndonjëherë ajo thoshte që gratë janë pasqyrat ku burrat mund të dyfishojnë madhësinë e tyre. Sa e vështirë është të jesh grua e suksesshme dhe të mbjetosh në tregun shqiptar? Shumë e vështirë. Shumë. Jemi shoqëri maskeliste, jemi shoqëri egoiste. Një grua jemi një shoqëri që do ta them me një shprehje, të bëjmë veshjen. Do ta them me një shprehje dhe ti do ta kuptosh. Një grua mbetet gjithmonë e bukur kur mbështet një grua, por jo të gjitha gratë duan të mbeten të bukura. Më pëlqeu shumë kjo. E di pse të kam admiruar që në fillim, të kam respektuar dhe admiruar për dy gjëra. Për modestin, dhe ti e di që unë nuk jam person që bëj lajka, unë them gjëra drejt për drejt, për modestin dhe për guximin që ke pas pas here në ato pak intervista që ke pranuar të dalesh, se unë kam një kritik për ty, je shumë modeste, më tepër se sa duhet, për atë që ti mbart apo prezanton apo që ke kush e njeh nga afër, në ato pak intervista që ke marrë përsipër të dalesh, ke thënë gjëra të forta dhe gratë e forta duhet të thonë gjithmonë gjëra të forta, siç ishte kjo fjalia e fundit. Shpesh faji nuk e ka gjinin mashkullore dhe unë e besoj fort këtë.
Po i vjen fundi. Po mbas vjen keq, bisedimit. më shijoj Po shumë do të realisht. bëj disa pyetje më të pëlqeu. drejtë për drejta. E shijova shumë. Avokatin e djallit. Si është Elda si mami? Shumë autoritare. Gjë e mirë apo gjë e keqe? Mendoj që është gjë shumë e mirë. Si është Elda si bashorte? Kërkuese. Gjithmonë. Shumë kërkuese. Si është Elda si drejtuese? Si kolege, si organizatore? Mendoj që jam diçka në mes. Më pëlqen që njerëzit mos Nuk ka problem. të abuzojnë me besimin. Qofse krijon një klimë, është një shprehje shumë e bukur e marrë nga një libër që thotë që një biznes i cili është gjithmonë njerëzor, është gjithmonë i suksesshëm. Dhe unë mendoj ngritja e një fryme njerëzore e bën biznesin e suksesshëm. Mendoj që jam njerëzore. Mendon që je njerëzore. Gjëja më e bukur që duhet të ketë Unë shiko. A është vetëm një drejtues? Shiko, e di çfarë jam unë tamam, duke qenë që nuk kam lindur në një pozicion drejtuese marketingu dhe koordinatore botimesh, unë kam ardhur, jam produkt i disa punëve që unë kam bërë, kryesisht me gra, drejtuese gra. Dhe unë përpiqem që të mos bëj te kolegët e mi ato gjëra që mu nuk do donin të më bënin drejtuesit. Domethënë kam marrë esencën e tyre dhe kam përzgjedhur, kam filtruar dhe kam krijuar një tharm, mendoj të mirë. Në qoftë se ti e bën një punonjës ta ndjej kompaninë si me pas të vetëm, ai do të punojë deri ditën e fundit shumë fort për A ty. ngelin vetëm drejtuesit? Si? A janë vetëm drejtuesit? A janë vetëm? Jo, asnjëherë unë s'jam vetëm, unë jam në ekip. Çdo sukses ja dedikoj një ekipi. Asnjëherë, absolutisht. Është më mirë të duan apo të kenë frikë? Diçka shiko, ka diçka kur të gjithë të duan, ka diçka që s'shkon. Nuk do doja dhe të më donin të gjithë. Nietzsche, se të pëlqente Nietzsche, Shumë. ka një shprehje, luftën më të madhe njeriu e ka me veten e tij. Po. Edhe mund ta rrëfesh dhe mund mos ta rrëfesh, gjithë kemi pas luftrat tona me veten tonë. Kush është lufta më e madhe që një vetes me vetveten? Unë jam gjithmonë në garë me veten time. Fiton vetja apo ti? Era herës. Era herës. A u kënaqe sot? Shumë. Ishte shumë e bukur, shijova shumë, faleminderit. Me aq sa na ke parë, me aq sa na ke ndjekur, me aq sa na pe. Një mendim për Time Center. Kisha parë dhe kisha ndjerë që kishte një frymë shumë pozitive. Unë ndjej shumë shpejt energjinë pozitive që marr nga njerëzit. Më ngjitet dhe të njëjtën frymë gjeta edhe te ambientet tuaja. Ishin ambiente shumë bashkohore, plot dritë. Për te reklamës nuk e prisja që të gjeja një ambient të tillë, mendova diçka më të vogël, më modeste. Ishte vërtet një investim, do thoja, i standardeve europiane. Ju përgëzoj për punën që bëni, për pasionin dhe mbi të gjitha për dritën e diturisë që doni t'i shpërndani këtyre fëmijëve. E kam ndjerë, ju ndjek që përveç se vetë jeni një euritit, do thoja, i historisë dhe këtu përbashkohemi bashkë. Unë dakord fare, po gjithsesi faleminderit. Unë do isha në një jetë të dytë do isha një mësuese historie. Shoh që librin kërkon të ja mbash gjithmonë pranë fëmijëve, fton botues, fton shkrimtar. Domethënë nuk është thjesht një qendër after school, pas shkollore, ku thjesht bëhen ato detyra dhe pastaj o burra me vrap të hipim në fugon dhe të ikim në shtëpi. Më vjen mirë që këtu nxënësit me atë pasionin që unë kam ndjerë, mendoj që Time Center nuk është thjesht një after school, por është shtëpia e dytë e çdo fëmie. Të falenderoj shumë. Një mesazh për gjithë ata që na ndoqën sot. Dhe projekti më i fundit ose surpriza më e fundit që mund të kemi nga Mediaprint. Nëse mund ta zbulojmë. Po, unë kam në plan të bëj kam në dorë një libër të një nga poetëve të cilët në kohën e komunizmit janë vrarë për shkak të poezive të tyre. E kisha si mision që ta sillja veprën e këtij poeti.
Unë kam mision në vetvete të zbuloj sa më shumë histori të komunizmit dhe t'i sjell ashtu siç duhet. Kam qenë në Spaç dhe do doja qoftë edhe nga të ardhurat e mia personale të kompanisë, unë do doja që Spaçi të kthehesh në një muzeum të mirëfillt. Ai mbart një histori shumë të dhimbshme dhe prap kthehem tek ajo që dhe pas 30 vjetësh komunizëm, dhe pse unë kam lindur në vitet 80, shumë nga moshatarët e mi kanë shumë pak njohuri për Spaçin, kanë shumë pak njohuri për burgun e Tepelenës, janë shumë indiferent. Shikojmë Auschwitzin në Krakovë dhe nuk dim dhe nuk njohim Auschwitzin në Shqipëri. Duhet të bëjmë më shumë për historinë tonë, për të kaluarën tonë. Ky është ndoshta një mision imi që unë e kam. Në qoftë se historia nuk tregohet, ose nuk dokumentohet, ose nuk momentalizohet, rrezikon, siç është thënë, të përsëritet. Prandaj, unë do doja dhe ato pak rrënoja të burgut të Tepelenës, apo ato shumë pak që kishin ngelur në Spaç, patjetër duhet të bëhen muze dhe njerëzit duhet t'i vizitojnë. Absolutisht po. Dhe të gjitha krimet që janë bërë këtij vendi nga sistemet e ndryshme, jo vetëm nga ai sistem që kaluam. Kush është mëkati më i madh se me ty kam qef të rigjatë, që i njeh atij sistemi? Ma aq sa ke studiuar historinë si pasionante. Po, kam lexuar kohët e fundit një libër Mirdita në ferrin komunist, që një grua shtatzan e pushkatojnë, ajo ishte shtatzan dhe në momentin që do ta varrosnin, ajo kishte duart të përpara dhe duart e saj lëvizën. Dhe i thot varrnisi shokut që më duket se po lëviz, nuk e kemi vrarë. E kemi vrarë, tha, por është fëmia në bark që lëviz akoma dhe lëviz duart e nënës. Si mund të ishin kaq makabër? E kam përjetuar gati një javë këtë. Këtu e thash shkurt sepse pastaj nëna e vajzës kishte bërë dhe një elegji themi ne nga jugu, por një këngë për vdekjen e të bijës shtatzane. Ka shumë raste të ngjashme. Sabiaja, Nusineja e shumë të tjera. Marje Tuci, më ka gasmuar gjithmonë kjo pyetja. Pse kaq akmarrës ndaj femrave? Ndoshta kur ti je njeriu i pushtetshëm, Zeusi, në rastin e Sabias ishte Zeusi, ishte zoti i Olimpit. Pse kaq mlef ndaj një femre? Ndoshta bukuria, inteligjenca që shtohet bukurisë të shton më shumë dëshirën për t'i pushtuar? Mbase është dhe kjo, por mendoj që të gjithë udhëheqësit, qoftë nga Hitleri, Stalini, Ceausescu, unë mendoj që nëse një psikoanalist do bëjë një psikoanalizë të tyre, ata kanë pasur shumë të fortë ndjenjën e paranojës. Stalinin i kam lexuar çdo biografi, edhe të dashurave të tij, edhe të shokëve të tij, gjante jashtëmase me Enveri në paranoja. Kishte shumë paranoja. Po pse paranoja më e madhe të tillë njerëzve i vjen nga seksi kundërt? Jo, nuk mendoj që gjithmonë vjen nga seksi kundërt. Në përgjithësi, më duket sikur janë treguar më me mlef me seksin e kundërt. Jo, ata më shumë kanë vrarë bashkëpunëtorët e tyre. Trockin, për shembull, ai Arratisi, Stalini që kishte shokun më të afërt. Ceausescu po ashtu, Enveri vrau deri te Bari Omarin që kishte sëmundje, neuroz. Mendoj që Freudi dhe Kanti bashk mund të Spinoza mund të bëhen shumë filozofë dhe shumë neuroshkencëtar bashk. Mendoj që kanë një potencial të madh studimi, edhe Hitleri gjithashtu. Me një mikeshën time, edhe ajo botuese gjithsesi para disa kohësh, po bëja një bisedë dhe i thash një shprehje. Lexuesit, që faktikisht e kam të uazuar dhe nga shpjegimet e Kadares, një lexues i mirë kur bëhet drejtues, pra ka në dorë fatet e vendit, rrezikon të bëhet në dy gjëra, ose kthehet në diktator, ose bëhet liberator i madh dhe do ta bëj vendin, do t'i bëj të tjerët në nivelin e tij ose më lart se ai, sepse nuk kënaqet, nuk merr kënaqësinë shpirtërore. Po. Unë dua t'i bëj liberator. Ti do t'i bësh një liberator. Unë dua mundësisht të më vinë dhe të më japin idera, të më thonë kam të ide ta bëjmë kështu,
ta zhvillojmë kështu, ta gjejmë kështu, sepse mendoj që Po politikanët tanë lexues që drejtojnë, unë mendoj që mendon se kthehen diktator? kemi shumë pak politikanë që lexojnë realisht, për mos të them shumica nuk lexojnë fare. Pa dashur të futen politikë. Jo, s'kemi lidhje me politikën. Nuk lexojnë. Çdo gjë që ne themi këtu, se unë këtë e them në çdo fillim të çdo interviste, por është e shpjeguar edhe në description e playlistave të intervistave, jo domosdoshmërisht çdo gjë që thuhet tu është vetëm mendim personal, nuk shpreh mendimin e institucionit apo linjën editoriale apo të kurrikulave të institucionit. Qëndrojmë dhe pak ke historia disa pyetje të shpejta. Unë do të them emrin, ti do m'japësh një mendimin e parë që të vjen në mendje. Po. Ahmet Zogu. Krijuesi i shtetit të parë shqiptar. Enver Hoxha. Diktatori dhe paranojaku më i madh i Europës. Fatos Nano. Politikan papioni. Sali Berisha. Njeriu politikani më i lexuar, por nuk jo në gjithçka në politikë pastaj arriti të shprehë ato çka lexoj, por është politikani më i lexuar. Politikani më i lexuar. Më tregon vjerë një shoqës time që kur ai shkonte në Paris, të gjithë vraponin të blinin copa, ora, bizhuteri për të afërmit të tyre në Shqipëri, se Shqipëria ka qenë shumë e varfër, ti e mban mend. Sali Berisha, zoti Berisha blinte vetëm libra. Edi Rama? Nuk kam koment. Nuk kemi koment. Të falenderoj shumë. Faleminderit, që ishe në Time Center. Dua të të falenderoj për gjitha bashkëpunimet që ke bërë me ne, që do vazhdosh të bësh se je e shtëpisë. Faleminderit juve për mirëpritjen, ishte një intervistë që më shijoi shumë. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Ju rikujtoj edhe një herë, të gjitha këto intervista mund t'i gjeni në të gjitha rrjetet tona sociale, mund t'i gjeni në bibliotekën tonë virtuale, në kanalin zyrtar të Time Center dhe Time Media Print Podcast në YouTube dhe në të gjitha rrjetet sociale. Faleminderit, gëzuar ditën e librit dhe lexoni, do na bëjë një shoqëri më të mirë. Të mësosh kur nuk është vonë. Natën e mirë.